Ndërmjet jemi sërish në këtë muaj të begat Ramazanit, jemi sërish në xhaminë e namazgjas dhe jemi sërish në këtë transmetim maraton në muajin e begat Ramazanit në emisionin Kjo është koha. Do të ndalemi në këto minuta në vijim për të folur mbi disa aspekte të këtij muaji të begat Ramazanit dhe mbi disa refleksione të cilat nuk duhet ta mbyllim këtë muaj pa ja marrë disa përgjigje, të cilat na ndryshojnë jetën tonë, na ndryshojnë përditshmërinë tonë dhe na ndryshojnë këndvështrimin tonë mbi jetën, mbi botën, mbi besimin. Për të marrë këto këndvështrime, për të marrë këto orientime, kemi nderin që sot kemi hoxhën e nderuar Mustafa Tanigji. Hoxh, mirë se vini. Mirë se u gjetëm. Hoxh, së pari ju uroj një muaj të begat, adhurime të pranuara për ju dhe për gjithë besimtarët. Për të gjithë bashkë. Hoxh, nëse flasim për muajin e Ramazanit, tashmë është një atmosferë mbar shoqërore, gati çdo kënd që e takon, nga ato që shkon, atmosfera e Ramazanit ndihet. Dhe përfshihemi të gjithë në këtë atmosferë pozitive, por në një moment besoj duhet të ndalemi. Përse agjëroj, përse gjithë kjo atmosferë, përse gjithë kjo sakrificë, edhe pse e shijojmë, po duhet të ketë një destinacion, duhet të ketë një qartësi drejt të cilës synojmë. Cila duhet të jetë përgjigjja që marrim nga kjo pyetje? Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, përse agjërojmë është një pyetje shumë e madhe. Dhe patjetër që kërkon një përgjigje shumë të qartë. Mirë po, vetë Zoti i Madhërisëm e ka lehtësuar këtë punë me njohurinë që na ka dhënë, me diturinë që ka zbritur. Themi ka zbritur sepse burimi i diturisë fetare dhe madje e gjitha diturive të dobishme në jetën e kësaj bote vijnë nga Zoti fuqiplot dhe Allahu është ai i cili në Kur'anin famëlar thotë: Ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum. O ju besimtarë, ju cilët keni besuar, ju është bërë juve obligim, detyrim, agjërimi, sikur ishte obligim dhe për popujt e mëparshëm. Këtu vjen pastaj ajo përgjigja me dy fjalë: la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju të ruheni. Ndoshta shumica e njerëzve kur e kanë marrë përkthimin e këtij ajeti, ndoshta e kanë lexuar ose kanë dëgjuar në ligjëratë. Pra, ne kemi dëgjuar të bëhen të devotshëm. Po, e lidhin me devotshmërinë. Devotshmëria është rrjedhoj. Në rrënjën e fjalës ittaqa yattaqi që është në gjuhën arabe, folja do të thotë të ruhesh nga diçka. Dhe se duhet të ruhet një besimtar? Këtu është sekreti i gjithë kësaj, që Allahu xhelle xhelal kur thotë ti do agjërosh, po pse duhet ky proces adhurimi që fillon me agimin dhe mbaron me perëndimin e diellit? Një proces adhurimi shumë i gjatë, shumë i gjerë, me një dimension të brendshëm që jep efekte të jashtme. Pra, është i brendshëm, brendësinë e njeriut, por efektet i ka të jashtme. La'allakum tattaqun, në mënyrë që ju të ruheni nga devijimet, të ruheni nga zullumet dhe padrejtësitë, të ruheni nga ndalesat shariatike, ndalesat fetare që kanë ardhur drejt për drejt nga Zoti. Zoti e njeh shumë mirë, më mirë se sa ne vetveten tonë, pra natyrën njerëzore e njeh më mirë. Prandaj edhe kur ndalon nga diçka, vërtet duhet largohemi sepse është e dëmshme. E dëmshme për ne si individ, e dëmshme për familjen tonë, e dëmshme për shoqërinë tonë. Dhe kur thot la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju të ruheni, largoni nga devijimet, largoni nga padrejtësitë, largoni nga zullumet, largoni nga ato ndalesa nga të cilat Zoti juve ju ndaloi dhe largohuni nga sëmundjet e zemrës, largohuni nga veset negative. Pra largohuni nga sedra e sëmur. Nëse ne largohemi nga gjitha këto ndalesa, të cilat i ka përcaktuar vetë Zoti i Madhërisëm në plot prej ajeteve dhe verseteve kuranore, ashtu dhe profeti Muhammed alayhi salam në hadithet e tij profetike, atëherë ne do të bëhemi të devotshëm. Dhe nëse më lejoni mund ta shpjegoj diçka që është e rëndësishme, nëse do të përkthehej është bërë obligim për ju agjërimi në mënyrë që ju të jeni të devotshëm apo që të arrini devotshmërinë, atëherë mendojnë shumë njerëz që ne mund të arrijmë devotshmërinë, mund të arrijmë stadin e lartë të devocionit nëpërmjet diçkaje mekanike. Pse e themi mekanike? Mekanike sepse po qëndroj, po abstenoj mund ta quajmë nga ushqimi, nga pija, nga marrëdhëniet seksuale, do të thënë për një pjesë të kohës, nga agimi deri në perëndim, dhe nëse është një veprim, një adhurim thjesht mekanik, atëherë u bëri devotshëm. Jo, devotshmëria fillon nga brenda. Të largohemi nga gjitha ato gjërat në të cilat na ndaloi Zoti, të largohemi nga veset negative, të largohemi nga sedra sëmur, të largohemi nga sëmundjet e zemrës, të largohemi nga smira, të largohemi nga xhelozia e tepërt, të largohemi nga urrëtia, të largohemi nga armiqësia dhe për rrjedhoj do të largohemi nga padrejtësia, do të largohemi edhe nga zullumi. E shikojmë tani pra një adhurim krejtësisht i brendshëm që na jep
efekte shoqërore, efekte të jashtme dhe përrjedhoj kupton çdo besimtar, çdo musliman i cili e ka provuar çështja e agjërimit, e kupton pse me të vërtetë nëpërmjet agjërimit ai mund të përmirësohet, kjo është më e pakta, apo mund të arrijë në përsosmërinë e natyrës njerëzore, këtë shpresojmë dhe kjo është më e shumta. Tani ju po thoni që të kthehemi deri diku në besimtar ideal, pra të largojmë urrëtitjen, mendjemadhsinë, arrogancën, po duket sikur jo të gjithë janë brim kësaj betejë. Shpesh ngelim në klasë e gjejmë veten që kemi sërish tension brenda vetes, mendjemadhsi, arrogancë dhe inat. Ç'kuptim ka ajo që bëjmë? A duhet të na demoralizoj ky rezultat brenda vetes apo duhet të vazhdojmë rrugën? Zoti i Madhërisëm nuk fton në një shoqëri utopike. Nuk ka shoqëri utopike. Absolutisht nuk ekziston, sepse natyra njerëzore do të gabojë. Por Zoti po thret o ti gabimtar, ke një rrugë ku të kthehesh. O ti që ke gabuar ose ke bërë dhe padrejti, ka një Zot që fal, por me kusht që drejtohesh nga Zoti. Dhe që të drejtohesh nga Zoti, të kthehesh tek Zoti, do kthehesh nëpërmjet asaj që ka përcaktuar Zoti, nëpërmjet agjërimit, nëpërmjet namazit, nëpërmjet adhurimeve të tjera, nëpërmjet porosive hyjnore, nëpërmjet gjithë atyre urdhrave hyjnore që Allahu i Madhërisëm me to ne na ka urdhëruar, na ka porositur dhe na ka treguar rrugën e drejtë. Pra Zoti vjen gjithmonë me të mesmen. Çfarë do të thotë? Shoqëri utopike tham nuk ka, nuk ekziston që njeriu mos gabojë asnjëherë. Sidomos e gjithë shoqëria. Në të njëjtën kohë nuk të lejon Zoti që ti të futesh në hendekun e padrejtive, hendekun e shthurjes, hendekun e të gjitha, ose më themi të lënë ty të lirë në atë formë, pa limite dhe pa kufi. Atëherë është një e mesme. Ti mund të gabosh, por të paktën je në shina. Mund të gabosh, por gabo brenda atij treni që është nisur drejt një destinacioni dhe patjetër do të shkojë në destinacionin e duhur. Nëse gjatë rrugës mund gabosh, ka një Zot që fal. Ka një Zot që mëshiron. Ramazani kultivon këtë ndjenjën e vetë reflektimit, e pendimit, edhe pse ndoshta po themi perfeksioni është i pamundur, por ndoshta është dhe i pa kërkuar, sepse nuk mund dalim nga natyra jonë. Nëpërmjet agjërimit, njeriu kupton që pas ka vullnet, pas ka hapësirë dhe mundësi, gjen forcë të brendshme që të privojë vetveten e tij, të abstenojë nga disa ndalesa që Zoti ia bëri, nga perëndim, nga lindja e deri në perëndim, që do thotë ky njeri që ka i gatshëm të lërë dhe gjëra të tjera. Që pas ka forcë të brendshme që ndoshta se ka kuptuar më përpara. Sa njerëz kemi parë në jetën e përditshme, madje njerëz dhe të afërt brenda farefisit, brenda familjes dhe në shoqërinë ku jetojmë. Nuk agjëroj dot sepse nuk rri dot pa pi duhan, thot dikushi. Thuaj sa dush ti duhani është i dëmshëm. Jo, nuk rri dot. Domethënë ka krijuar një lloj varësie. Nuk rri dot pa pi ujë, thot dikush tjetër. Ore nuk rri dot pa ngrënë bukë, thot dikush tjetër. Atëherë çfarë ndodh? Hoxha ose mësuesi ose prindi ose dikush domethënë që e orienton i thot provoj. Provoje një herë. Dhe ai fillon ta provoj. Ditën e parë, ditën e dytë do të fillojë të ndjejë në brendësinë e tij një ndryshim që nuk e ka ndjerë më përpara. Dhe do të kuptojë që qen ka një qenie me forcë, por ai nuk kuptonte forcën e tij. Ka zbulon potenciale që ndoshta nuk i ka ditur. Zbulon vullnetin, se sot pa vullnet asgjë nuk mund. Atëherë forcën e brendshme, vullnetin, kapacitete, hapësira, mundësi që ti je krijuar i tillë, ti je i fortë, ti i ke aty brenda, zbuloj. Mbi të gjitha dhe ndihma e Zotit. Atëherë Zoti të ndihmon nëpërmjet agjërimit. Zoti nuk të çon engjëj që të përmirësoj ty dhe të përsos dhe kështu domethënë me një të rrahur të gishtit apo me nuk funksionon në këtë formë. Do dhe një lloj sakrifice. Cila është sakrifica? Megjithatë Zoti kërkon nga ne shumë më pak nga ajo që ne kemi mundësi të veprojmë. Edhe prapë ne heqim sakrificë. Patjetër që domethënë ta provojmë diçka, ajo është e mirë, qoftë nga ana shëndetësore, qoftë nga ana e disiplinës, qoftë nga ana e rregullit, bëhemi të mirë nga të gjitha format. Më fal, është ajo që tham pak më parë, pra, vërtet është diçka e brendshme, por jep efekte të jashtme. Ndërkohë ju që në fillim kur folëm për qëllimin e agjërimit, pse agjëroj pashmangshmërisht cituat Kuranit, parafrazuat ajete kuranore që janë një përgjigje thelbësore për këtë. Dhe ky muaj është muaji i agjërimit, po ndërkohë shpesh prej hoxhallarëve prej jush kemi dëgjuar që është dhe muaji i Kuranit. Si mund t'i bëjmë bashkë këto dy adhurime madhore në këtë muaj, disa këshilla praktike ndoshta? Atëherë, është e vërtetë që besimtari, muslimani, i shton veprat e tij për gjatë muajit të Ramazanit. Por Ramazani si muaj i veçantë ka dy veçori, vetë agjërimin
dhe fjalën e Zotit. Fjala e Zotit, Kurani i Madhërisëm, ka zbritur pikërisht në muajin e Ramazanit, duke qenë se ka zbritur në muajin e Ramazanit pas një veçori të veçantë për te agjërimit. Tani çfarë ndodh? Agjërimi në të vërtetë është një institucion edukimi. Është disiplinë më vete. Është një adhurim që rregullon brendësinë e njeriut, që tham, ka dhe efekte të jashtme. Dhe në fund fare, dhe pse agjërimi si proces adhurimi kaq i gjatë, pra nga agimi deri në perëndim fillon me brendësinë, efektet do të jenë të jashtme dhe në fund fare efektet do të jenë dhe për shoqërinë ku ky besimtar jeton dhe do të lidhet me anën fizike të tij. Në fund fare do të lidhet me anën fizike dhe uria, edhe pija, edhe mungesa marrëdhënieve do të jetë pjesë do të thënë anës fizike, kurse Kurani merr një dimension tjetër. Kurani lidhet me shpirtin drejt për drejt. Përse? Sepse vetë Kurani është fjala e Zotit. Duke qenë se është fjalë e Zotit, nuk është e krijuar, është diçka që është zbritur nga qielli dhe i përket botës metafizike. Në cilën formë ne këndojmë, ne recitojmë, ne domethënë përshpërisim ato fjalët tona kuranore me gjuhën tonë, me qellëzën tonë, me zërin tonë, me të gjitha ato gjërat të cilat na i krijoi Zoti dhe zëri ynë dhe dhëmbët tona dhe qellëza jonë dhe gjuha, gjithçka është pjesë e krijesave. Kurse ajo që kënduam, domethënia dhe dimensioni, gjithçka që lidhet pastaj me kuptimet kuranore është fjalë e Zotit. Pra kemi diçka që ne përjetojmë fizikisht kur e shqiptojmë atë, por i përket botës metafizike si burim. Ashtu dhe shpirti është e vetmja gjë brenda qenies tonë njerëzore që i përket botës metafizike, por nëpërmjet kësaj Allahu xhelle xhelalu, pra nëpërmjet kësaj gjëje Zoti i dha jetë, gjallëri anës fizike, që do të thotë nëse ky institucion edukimi, kjo disiplinë, ky rregull kaq i bukur që na bën ne, na shtyn tek virtytet, tek vlerat, na bën njerëz më të mirë, të përmirësohemi më shumë, ndoshta dhe mund të përsosemi, por në fund fare gjithçka lidhet me anën fizike. Po ushqimi shpirtëror, cili është? Ashtu si kur kemi nevojë të ham dhe të pim, kemi nevojë të ushqim dhe shpirtin. Dhe shpirti nuk mund të ushqehet vetëm se me burim hynor nga Zoti. Edhe i vetmi burim hynor nga Zoti që është në mesin tonë dhe është i pakrijuar, është fjala e Zotit, Kurani. Pra kanë dy lidhje aq të ngushta me njëra tjetrën, sa mund të themi se agjërimi nuk ka kuptim pa Kuranin dhe Kurani nuk ka kuptim pa agjërimin në këtë muaj. Pra në këtë muaj sa më tepër lexim Kurani, sa më tepër dëgjim Kurani, a vlen kjo dhe në gjuhën shqipe, pasi në arabisht gati është e pamundur për të medituar, edhe pse Kurani është mrekulli dhe në formën e tij. Me thënë drejtën, njerëzit në raport me Kuranin, në marrëdhënien që kanë me fjalën e Zotit, ndahen në tre kategori. Ata që lexojnë Kuranin në formën më të mirë, din në gjuhën arabe, jo se din gjuhën arabe, por lexojnë në gjuhën arabe. Ata cilët kanë vështirësi, ndoshta dhe ngecin gjatë leximit, dhe ata cilët akoma nuk kanë mësuar. Atëherë, përpara se dalim të përgjigja se a është mirë të lexojmë në shqip apo pra Kuranin në gjuhën shqipe, patjetër që është mirë, madje është domosdoshme, që ne të kuptojmë se çfarë thot Zoti në Kuran, por është e mundur që ne të mësojmë me ato gërmat, ato abetare, në ato lidhjet e shkronjave derisa vetë fillojmë të shqiptojmë ato fjalë kuranore të zbritura prej qiellit nga vetë Zoti fuqiplot, vetëm kur themi la ilaha illa Allah, hëja, fjala Allahu, hëja që është gërma e fundit e fjalës Allah, apo dhe vetë fjalës la ilaha illa Allah, është një gërmë që futet në brendësinë e njeriut, e ndjen me shpirt nga brenda, nga brendësia e tij. Nuk është ndryshe nga gjuha shqipe. Ndryshe nga gjuhët e tjera. Imagjinoje se çfarë bekimi do të ketë besimtari, do të ketë muslimani, kur këndon fjalën e Zotit në gjuhën arabe, tani le t'i kthemi përgjigjes, pyetjes për t'u përgjigjur. Atëherë mos u mjafton me këtë, sepse është e pamundur që shumica e besimtarëve, kemi shqiptare, kemi bosnjak, po kemi pakistanez, po kemi turq, po kemi amerikan, po kemi kanadez besimtar, atëherë këta nuk mund ta mësojnë dot gjithë gjuhën arabe. Le ta lexojnë në gjuhën e tyre. Ai që din anglishte në gjuhën angleze, shqiptari në gjuhën shqipe, bosnjaku në gjuhën bosnjakishte, e kështu me radhë, në mënyrë që ne mos jemi njerëz besimtar mekanik në leximin e Kuranit, duke menduar se për një gërm do marrim 10 sevape dhe nuk dim se çfarë thot Zoti në të. Kurani është zbritur që ne të kuptojmë konceptet kuranore. Kurani është zbritur si orientues për jetën tonë. Kurani është zbritur si udhërfyes i jetës tonë shoqërore madje, jo thjesht ana individuale, dhe përrjedhoi është e domosdoshme
nuk themi nevojshme, por është e domosdoshme që t'i kthehemi dhe gjuhës shqipe, Kuranit, përkthimit të Kuranit në gjuhën shqipe, në mënyrë që të kuptojmë se çfarë thot Zoti në porositë hyjnore. Tani, në fenë islame nuk ka vetëm agjërim apo lexim Kurani, po ka dhe namaz, ka dhe haxh, ka dhe bamirësi, ka dhe drejtësi, ka shumë aspekte. Të gjitha këto e rëndojnë jetën e njeriut, e ngarkojnë agjendën e tij, e ngarkojnë, po themi, edhe mendimin e tij, apo kjo është një formë për t'u ngritur dhe për t'u lartësuar. Është krejtësisht e kundërta, jo vetëm që nuk e rëndojnë, jo vetëm që nuk e ngarkojnë, por ja lehtësojnë çështjen. Nga jashtë për dikë duken gati të pamundura që ashtu i duket sepse nuk e ka provuar, siç biseduam pak më parë për çështjen e agjërimit. Provoje ta agjërosh dhe do të kuptosh se u çlirove si njeri. U çlirove në shpirtin tënd, u çlirove në zemrën tënde, u çlirove në mendjen, pra në ide dhe mendimet e tua. Ashtu dhe adhurimet e tjera kanë ardhur paket nga Zoti, nuk i kemi zgjedhur ne. Dhe Zoti gjithmonë vjen me ato gjëra të cilat janë të lehta dhe janë të dobishme, janë të lehta vetë Zoti e ka thënë, Zoti nuk don që t'ju ngarkoj, e thot Zoti në surën Bekara këtë. Në surën e 2 pas Fatihas, Allahu i Madhërisëm thotë që Zoti juaj nuk don që juve t'ju ngarkoj, atëherë që ka e lehtë, në cilën formë, derisa këto adhurime janë rregullator për jetën e përditshme të njeriut, atëherë janë dhe lehtësim. Në cilën formë, i vetmi adhurim që mund të ngarkohet, mendojnë njerëzit se mund të ngarkohet nëpërmjet këtij adhurimi është namazi. Përse? Sepse është 5 herë në ditë dhe dikush i thotë, po pse 5 herë në ditë do falem unë? Po ato 5 herë në ditë nuk janë më shumë se 5 minuta, nga 24 orë, 5 minuta, 25 minuta në gjithë ditën dhe natën tënde, pra shenjë falënderimi kundrejt Zotit që të krijoi. Pastaj këto adhurimet e tjera janë krejtësisht të lehta. Agjërimi është 1 herë në vit. Zekati është 1 herë në vit dhe masa që jepet është 2.5%. Një masë krejtësisht e papërfillshme nga ajo që njeriu ka nga asetet dhe resurset e tij. Është një masë shumë e vogël, ndërkohë ne nuk bëjmë asnjëherë naze, ne nuk ankohemi asnjëherë nga përqindja e taksave që japin çdo muaj. Sipas shteteve, ajo varion, ndryshon. Për shembull, ne mund ta kemi 30-35%, një shtet tjetër mund të ketë 40%, Italia ka 70 sa %, vende tjera kush më pak dhe kush më shumë në muaj, kurse Zoti don prej teje vetëm 2.5%, 1 herë në vit dhe jo për të gjithë njerëzit. Jo për të gjithë kategoritë, vetëm për ata që kanë mundësi, por vetëm për ata që kanë pasuri të fjetur, pasuri domethënë të qëndrueshme. Mirë po, neve na merren taksat, apo ne I paguajmë taksat, domethënë në cilën formë, fitova apo nuk fitove. Je drejt së paku 20 fish krahasuar me zakatin. Më shumë, je drejt falimentimit apo jo, e fillove biznesin apo tregtin me borxhe ose jo, nuk të pyet më njëri. Zotëri, hape dyqanin, do paguash taksat dhe nuk është vjetore, është mujore, madje nuk është 2.5%, por është çfarë? 30, 40, 50 varet nga vendi ku ti jeton, pra përqindje të ndryshme. Atëherë Zoti që nga shumë I mëshirshëm. Qenë ka shumë I mëshirshëm sepse na ka lehtësuar punë vetëm nëpërmjet zakatit, kur ne luajmë politikat financiare, politikat fiskale, kërkon Zoti kaq pak. Pse krijon Zoti kaq pak? Sepse është e mjaftueshme. Nëse ne largohemi nga abuzimi, largohemi nga padrejtësitë, largohemi nga shthurja, largohemi nga fesadi, largohemi nga gjithçka që është e dëmshme për shoqërinë, është e mjaftueshme zakati. Është e mjaftueshme sadakaja, atëherë Zoti jo vetëm që lehtësoka, por Zoti të rregullon. Përmes kësaj mbyllen plag pafund të shoqërive, siç janë të smur, të varfër, të student apo dhe ndërtime të nevojshme në Po I shikojmë jetën e përditshme dhe po I përjetojmë. Pastaj nëse do të themi tek haxhi, 1 herë në vit, kush ka mundësi 1 herë në, një herë në jetë, 1 herë në jetë kush ka mundësi? Atëherë 1 herë në jetë njeriu mund të jetojë 70 vjet, 80 vjet, 90 vjet, vetëm 1 herë ka detyrë haxhin, po vetëm 1 herë ka detyrë haxhin dhe jo për të gjithë. Për ata që ka mundësi ekonomike dhe mundësi fizike. Nëse I smur nuk shkon, nëse s'ke pasuri nuk shkon. Për të përmbledhur, pra besimtari ka 5 shtylla apo 5 obligime madhore. Domethënë dëshmia për njohshmërinë e Zotit që është më e rëndësishme. Nga kjo vijojnë të gjitha të tjera. Pra shprehja la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Këtë shprehje që përmendet, fjala e tauhidit, me çfarë manifestohet, me çfarë dëshmohet nëpërmjet praktikës së jashtme namazit. 5 minuta shkon namazi. Ai është detyrimi. Don të falesh më tepër sunetet, fali 10 minuta. Don akoma më tepër se nuk ngopesh ti me Zotin tënd, 15 minuta. Po shumëzim për 5 sa shkojnë ato? 1 orë apo 2 orë? Nuk shkojnë shumë, pra Zoti don gjithmonë lehtësimin, ndërkohë që ne jemi hutuar. Ne jemi në kohën e hutimit global, ne po hutohemi nga gjërat të padobishme. Po hutohemi nga gjërat të cilat ndoshta janë dhe të dëmshme, mund të jetë ndalesa
sheriatike, fetare, domethënë, dhe nuk ankohemi për këtë, por ankohemi për 5 minuta, për 10 minuta namazin tonë. Pra e dyta ishte namazi, e treta ishte Zekati, që tha, agjërimi dhe haxhi. Pra kush i bën këto të pesta, ka jetuar me Zotin. Ka jetuar me Zotin dhe plotësisht është një njeri i mirë në jetën e kësaj bote, një njeri i pranuar dhe merituar tek Zoti sa është gjallë po ashtu në jetën e kësaj bote, dhe njeri i shpëtuar në ditën e gjykimit, sepse po shkojmë drejt në destinacioni me të gjitha veprimet tona, besimtari dhe besimtari, teisti dhe ateisti, i drejti dhe i padrejti, i vërteti dhe i pavërteti, të gjithë në bashkë jemi nisur në një destinacion, por mënyra e nisjes, dua unë apo nuk dua, është në dëshirën time apo jo, destinacioni është i tillë. Nuk ndryshon dhe në fund fare kur të jemi në ditën e gjykimit, do të paraqitemi para Zotit i cili na krijoi dhe çfarë do të ndodh, ose do të jemi nga të shpëtuarit, ose do të jemi nga të humburit. Pra, të Zotit të imi dhe të ai do kthehemi pashmangshmërisht, por lumaj që kthehet faqe bardhë dhe me vepra të mira dhe me besim të plotë, siç u thatë. Dhe është pikërisht ky dimensioni i të padukshmes, dimensioni i të ardhmes, dimensioni i parajsës dhe i ferit, që gjithashtu është një për kushteve të jetës së besimtarit. Si ndikon ky dimension në përditshmërinë e besimtarit? Si duhet të reflektohet ai në jetën e tij, në punën e tij, në vizionin e tij dhe mënyrën se si po themi ndërvepron me këtë botë. Atëherë, njeriu duhet të kuptojë diçka. Njeriu është një krijesë që Zoti krijoi vërtet inteligjent. Që në Zanafill, Ademi alayhis salam, njeriu i parë në tokë ishte inteligjent. Ashtu e krijoi Zoti i Madhërisht, që do të thotë, kishte mundësi të mendonte, të analizonte, të kuptonte ç'është e bardha dhe ç'është e zeza, ç'është e drejta dhe pa drejta, e vërteta dhe pa vërteta. Çfarë ndodh? Atëherë njeriu në të njëjtën kohë arrin të kuptojë me arsyeën e shëndos, me logjikën e tij të fortë që kur erdhi në jetën e kësaj bote, ardhja e tij nuk shënoi fillimin e botës, madje nuk shënoi as fillimin e universit. Ashtu dhe kur del nga kjo botë, nuk shënon fundin e botës dhe as fundin e universit, që do të thotë, pas kemi gjëra të tjera, edhe pse nuk i shikojmë. Pas kemi dimensione të tjera të krijimit, edhe pse ne nuk i shikojmë. Dhe gjitha këto dimensione madhështore, të cilat ekzistojnë, janë shumë rëndësishme që njeriu t'i kuptojë që fillimi dhe mbarimi i tij nuk është fillimi dhe mbarimi i botës dhe as i universit dhe as i krijesave të Allahu xhelle xhelalu. Atë pyetja është nga erdhëm. Dhe kush na solli? Me dëshirë apo pa dëshirë? Nuk erdhëm vetvetiu dhe as krijuam vetveten tonë. Dhe përrjedhoi nuk erdhëm vetvetiu dhe as krijuam vetveten, do të shkojmë drejt një drejtimi, drejt një destinacioni që lidhet po ashtu me të padukshmen. Atë që finalja e destinacionit është takimi me Zotin. Sa më shumë besimtari mendjen e tij ta ketë të lidhur me takimin me Zotin e tij, me fundin e destinacionit, pastaj do të jetë i merituar për në xhenet apo i dënuar, i humbur në zjarrin e xhenemit, Zoti na ruaj, domethënë nga dënimi i tij i dhëmshëm, atëherë kjo e bën njeriu që të reflektojë më mirë. E bën njeriu që plan programet e tij në jetën e përditshme, në jetën e kësaj bote, sa është gjallë këtu, të jetë më domethënë të jetë më i përgatitur. Pra nuk e shkëput nga realiteti, sepse duket ndonjëherë sikur të menduarit dhe të folurit mbi të ardhmen, mbi parajsën, mbi ferin, mbi jetën tjetër, Zoti duket nuk sikur fton, nga jeta. nuk fton një jetë askete. Ula tansa nasibaka min ad-dunya thot. Mos e harro hizën tënde të dunjas, pra jeto, mendo për ahiretin, analizoj mirë punët e tua, madje kërkoj dhe llogari vetvetes tënde nëse je i mirë apo i keq, nëse ke gabuar, nëse ke hyrë hak dikujt, nëse ke bërë padrejti dhe zullume, dhe në fund fare çfarë ndodh? Atëherë kjo e bën njeriu që të jetë më i drejtë. Kjo e bën njeriu që të jetë më i shëndosh në mendimet e tij, të jetë më i dobishëm në shoqërinë ku jeton dhe të jetë më i merituar te Zoti që e krijoi. Dhe kjo nuk, do të thonë, në Islami nuk fton në asketizëm. Islami fton në jetë sociale, shoqërore me të vërtetë. Përse është përmendur gjithmonë namazi në 50 ajete, namazi me zakatin dhe nuk është përmendur namazi me agjërimin. Agjërimi është mes teje dhe Zotit, që nëse ne do të jemi të suksesshëm në këtë muaj të Ramazanit, do të jemi të suksesshëm në agjërimin ton, efektet do të jenë shoqërore. Mirë, po fillimi është diçka e brendshme që e din vetëm Zoti, kurse namazi është diçka e dukshme. Edhe zekati, sadakaja që jepet si në mosh, është diçka po ashtu e dukshme, ndoshta nuk e kupton personi se kush e ka dhënë, ama efekti është shoqëror, bamirësia, humanizmi, njerëzëllëku, modestia, thjeshtësia dhe ajo të gjendurit pranë njëri tjetrit. Që t'i japësh duhet fitosh, se nëse nuk fiton, nuk mund të jesh bamirës, nuk mund të jesh bujar. Fituesi i vërtet është ai i cili fiton nëpërmjet Zotit.
Zoti të jep sevapet, të jep shpërblimet, Zoti të tregon tregun, ku është tregu, të jep dhe kapitalin dhe në fund fare të premton që tregtinë që kemi me Zotin nuk do humbësh asnjëherë. Kurse tregtitë që i premtojmë njëri tjetrit, apo tregtinë që na premton shejtani i mallkuar, gjithmonë do të shkojmë drejt falimentimit nëse është nga shejtani. Kurse tregtia me njëri tjetrin mund të jemi të suksesshëm. Pjesërisht, sa jemi gjallë në kësaj bote, por do t'i lejmë këtu të gjitha. Kurse tregtia me Zotin, ai është fituesi i vërtet. Besimtari nëpërmjet Zotit që e krijoi. Ndërkohë jeta ka momente të lumtura, ka gëzim, po i pashmangshmërisht ka dhe situata, ndoshta mund të konsiderojmë fatkeqe, ka dhimbje, ka sprova, dhe të nesmen askush nuk e di nga ne. Si duhet t'i vlerësojmë, po themi, këto realitete ku herë na gëzojnë, po herë na hidherojnë. Pra cili duhet të jetë raporti me fatin, nëse mund të themi kështu, ose me caktimin e Zotit, kur ai është i mirë, po dhe kur ai është i vështirë. Besimtari i mirë është ai i cili nuk del asnjëherë nga porositë kuranore të Zotit fuqiplot. Pjesë e porosive është dhe qëndro në ato urdhëresa që të ka lënë Zoti. Nga ana tjetër, ne do të jetojmë, do të fitojmë diçka, po mund të jemi edhe pjesë e humbjes në tregti, biznese, në raporte shoqërore që kemi me njëri tjetrin. Mirë, po është çështja e fatit, çështja e shansit. Ne nuk mund të themi që këtë na e krijoi natyra, siç thon shumë prej njerëzve, apo kjo erdhi nga mundi, erdhi patjetër nga mundi ynë, por është një Zot që na ndihmoi. Është një Zot i cili na lehtësoi punën. Dhe pjesa e kaderit dhe caktimit është që çdo gjë e mirë dhe çdo gjë e keqe është pjesë e caktimit në aspektin që Zoti e dinte. Dhe atë që e dinte, ashtu do të ndodhte, nuk mund të ndodhë diçka që Zoti nuk e din. Mirë, po për të arritur në anën më të mirë të fatit ton, për të kuptuar se jemi njerëz me fat apo jo, jemi njerëz të merituar apo jo, duhet të lëvizim. Ashtu sikur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli", sikur ju ti mbështeteshit Zotit në një mbështetje të vërtet, pra e fillon me mbështetje. Ti e nis veprimtarin, ti del nga shtëpia me bismillah, po atë bismillah e thu sepse do të lidhesh me Zotin që të krijoi, jo dalësh nga shtëpia do të thotë dhe del nga shtëpia dhe harron krijuesin që të krijoi dhe mbështetës dhe shpreson për krijesave, të cilët nesër do të kenë të njëjtin hall që kishte edhe ti. Pra kush del nga shtëpia, thot pejgamberi alayhi salam, duke u mbështetur Allahut me mbështetje të vërtet, do të jetë si puna atyre shpendëve, të cilët dalin nga foleja atyre dhe kthehen të uritur dhe kthehen të ngopur. Pra dalin të uritur dhe kthehen të ngopur. Çfarë na tregon? Ne i mbështetemi Zotit, por i mbështetemi Zotit duke lëvizur. Duke dal nga foleja. Duke dal nga foleja. Duke kërkuar rrezikun. Këtu do të kuptojmë fatin. Çfarë ka shkruar Zoti për ne? Ne nuk mund t'i themi dot Zotit, o Zot, pse shkrove të keqen apo të mirën për ne? Ose më themi, pse ti din për ne atë që s'dim ne për veten tonë? Apo pse ti din se do t'jemi të merituar apo jo, ndërkohë që unë akoma nuk e di për veten time. Jo, ne nuk mund t'i themi dot, sepse vetë Zoti na ka thënë, zbuloje. Dil nga foleja, dil nga strofulla, dil nga shtëpia, lëviz dhe në fund fare ai që lëviz, ai do të meritojë. Problemi i njerëzve ku është? Mund të lëviz njeriu i mirë, mund të lëviz dhe njeriu i mbrapsht. Mund të fitosh diçka të mirë, mund të fitosh diçka të mbrapsht. Patjetër që ti të fitosh diçka. E rëndësishme është që ne duhet të lëvizim. Duhet dalim nga foleja, të dalim nga shtëpia, të dalim nga strofulla, të dalim nga i asketizmi, domethënë i tepruar, dhe të lëvizim për vetveten tonë, për dobinë e familjes tonë, për dobinë e gjithë shoqërisë ku jetojmë, gjithmonë me porositë hyjnore të Zotit që të fitojmë të mirën, të ndajmë bashkarisht të mirën, të jetojmë me njëri tjetrin për të mirën dhe të kemi përfundimin tonë të mirë dhe në fund fare të jemi po kështu bashkë siç jemi në këtë muaj të Ramazanit, me këto agjërime, me këto takime, me këto mezhlise dhe në xhenetet të cilat nuk kanë më kufi dhe nuk kanë më limite në ditën e gjykimit. Ndërkohë ju thatë Hoxh se të agjërosh Ramazanin do thotë të gjesh rrugën. Pastaj kjo rrugë plotësohet me namazin, plotësohet me Kur'anin, plotësohet me haxhin edhe me shtyllat e tjera. Po ndërkohë dikush mund ta ketë gjetur rrugën, po e ka humbur atë. Si është rigjetja e saj? A ka mundësi që të rigjehet? A ka rikthim te kjo rrugë? Njerëzit në raport me rrugën, nëse flasim në konceptin e humbjes, ose kanë devijuar nga rruga, ose e kanë humbur fare atë. Ka dhe të tjerë të cilët akoma nuk e kanë gjetur. Në të treja aspektet, neve, ose mund të themi që dy kategoritë e njerëzve në aspektin e humbjes, masi e dinin se ç'është rruga, ose ka devijuar, ose e ka humbur fare. Por kemi dhe një kategori të tretë, të cilët janë ata njerëz
që ndoshta akoma se kanë gjetur. E si mundet ta gjej rrugën e vërtet pa Zotin që krijoi, gjithmonë rruga gjehet me Zotin. Po çfarë bëhet me ata që kanë devijuar ose ndoshta e kanë humbur fare, siç përmendet. Ndonjëherë dha angazhime dhe përditshmëria dhe hutimet dhe stili i jetesës e largon njeriu. Prandaj e përmenda çështjen e devijimit. Pra njeriu e din, por thjesht ka devijuar. Ndoshta dikush tjetër hutimi ka qenë aq i madh sa edhe ka humbur fare. Si pianeset në shkretë të tjerë ka një proverb arabët, pra e ka humbur rrugën, ose një grup e kanë humbur fare drejtimin e tyre si pianeset në shkretë të tjerë. Nuk din se ku janë, nuk din se çfarë kërkojnë, nuk din se ku duhet të shkojnë. A është e mundur që ta gjejnë rrugën? Përderisa Zoti fuqi plot i pret njerëzit që të kthehen tek ai, fjala kthim është përmendur në disa ajete kuranore, do thotë që njeriu mundet që të devijojë, mundet të ta humb fare rrugën, por Zoti përsëri i pret. Zoti përsëri tregohet i mëshirshëm me ta dhe kërkon që ata ta gjejnë rrugën. Përderisa Zoti i pret dhe përderisa Zoti kërkon që ata të kthehen, do thotë që është e mundur të kthehen. Mirë, po çfarë ndodh? Nuk mund kthehesh në rrugë vetëm se me udhëzimin e Zotit. Nuk mund kthehesh në rrugë dhe të dalësh nga devijimet vetëm se me ndihmën e Zotit. Çfarë do të thotë? Atëherë mundohemi sa kemi mundësi me të gjitha gabimet që ne kemi, mos harrojmë Zotin që na krijoi. Mos harrojmë krijuesin suprem, mos harrojmë mëshirën e Zotit, mos harrojmë të gjitha ato begati dhe bekime dhe mirësi që na ka dhënë Zoti, atëherë rruga do të lehtësohet për të gjetur rrugën e humbur, apo për të dalë nga devijimi, apo në rrugën që jemi të përmirësohemi më shumë. Po ju falenderoj shumë për këtë bisedë. Zoti shpërblet. Faleminderit dhe juve gjithashtu. Nërmiq, këto ishin minutat e takimit të sotëm, ishim me Hoxh Mustafa Tërniqi, folëm pikërisht për rrugën e duhur dhe pikërisht ai që është në këtë muaj të begat, që është besimtar, që është agjërueshëm, që mundohet të fal namazin, që mundohet të jetë bamirës, të reflektoj me Kur'anin, pikërisht ai është në rrugën e duhur, pikërisht ai është drejt destinacionit faqebardh. Duke shpresuar se këto këshilla, këto reflektime, ky vijëzim i hartës së duhur do të na ndihmojë të gjithëve. Ju le takim nesër me një tjetër ftuar, me një tjetër temë. Kalofshi sa mirë.